është shpytja fundit. Selam aleikum, hoqë nderuar. Deshta t'ju plus për motra që bëjnë davet online. Qesin shkrime apo ndonjë video dhe herë pas here shfaqen me nikah. A është kjo e përshtatshme për gratë, duke pasur parasysh që ndonjëherë ka mashkuj që e përqejnë ose i kontaktojnë, cilat janë kufit dhe rregullat që duhet pas parasysh, Allahu shpërblet. Lusë Allahu Gjellë Gjellaluhu, shtoj diturin në zemrat tona, në rretin tonë, tek vëllezërit dhe tek motra. Që postimi i fotove të motrës edhe nëse është me nikah, edhe nëse është krejt me nikah, nuk shikoj diçka, nuk bën më. Ka zemra smura. Ka zemra smura. Allahu Gjellë Gjellaluhu ka thonë për nënët e besimtarëve, nënët tonë, ka të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk fol pas perdeve, hiç më mos. Kështu që nuk kjo motër që është davegjie, qëllimi i saj do të më qenë më i larg postimeve kështu. Shkrimet po, nëse ka grupe motrash që bën davet, kështu, Allahu e bën se dhe për prahin. Nëse ka grupe që janë motra që përfitojnë disa që shpjegojnë librin e Zotit, hadithin profetit sallallahu alaihi wasallam, pjesë nga historia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, rregulla për edukimin e fëmijëve, se shumë kemi probleme tek edukimi i fëmijëve. Ose për shembull, ndoshta një hoxh apo bashkëtorët e një hoxhe mund të ca angazhime më të mëdha e neglizhon ke fëmijë, nëse ka një motër që ka programe që mund të bëni diçka për fëmijët e vjequr në mbledhjen e Islamit në të lejuarën, po që të thonë foto e kështu, unë me thonë të drejtën personalisht, edhe për burra nuk bën mendimi im kështu, arshjesim e them në herë të parim e them, po nuk e kisha pas dëshirë as fotot e shpeshta. Vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është s'ka pas mundësi me apo diçka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kështu që po më i dar. Apo a është ke mendimi im që të them me fjalë edhe kundra dikujt jo. Personalisht si mendim e kisha pas që më mos nuk e fort kështu ke foto. Po a vjen ka një them këtë parim, hajt për hatër një vllau ose ka viti që se ka pa hajt për hatër një xhamatlie, një babë vetë, një fëmijë të vogël kështu, bie ka një Allahu na falë zëvimat. Po më mirë me largu këtine, Allahu a'lam wa a'lam.